Sipërmarrjet që dominojnë ekonominë shqiptare janë bizneset e vogla apo ato familjare që konsiderohen të vetpunësuar. Të dhënat që ofron Instituti i Statistikave flasin se në fund të vitit 2023, bizneset aktive në vendin tonë ishin mbi 125.000 në total. Por ajo çka vëret është se 35% e tyre apo 44.000 janë biznese që operojnë në tregtinë me pakicë dhe shumicë, si dhe në riparimin e automjeteve dhe motocikletave. Kjo shifër është tregues se shqiptarët e shohin hapjen e një dyqani apo njësie shërbimi familjare si formën më të përhapur për t'ia dalë jetesës. Një tjetër dhënë që ofrojnë statistikat e Instatit është se gati gjysma e bizneseve aktive nuk kanë të deklaruar të punësuar me pagë. Kjo tregon se 62.000 biznese në vend menaxhohen nga pronari pa patur nevojën e të punësuarve. Ndërkohë 37% e bizneseve kanë të punësuar 1 deri në 4 punonjës. 5.4% janë me 5 deri në 9 punonjës dhe vetëm 6.4% kanë të punësuar 10 apo më shumë punëtor. Të dhënat tregojnë se pjesa më e madhe e bizneseve të vogla familjare drejtohen nga individ me arsim të ulët.